rëndësishme, po më shumë kimia është për pjesën e material science, që është pjesa e shkencave materialeve, pa ajo është tjetër gjë që është edhe ajo shumë e rëndësishme, por matematika dhe fizika dhe më e rëndësishme nga të gjitha, mësimi i gjërave bazë. Baza do të kesh një bagazh shumë të madh të bazave. Pa çka se mund duket, do me thënë, wow, se duhet të mësoj unë bazat, i di. Jo, nuk i di. Bazën nuk e di. Nuk e di. Më kupton? Dhe për ta mësuar bazën, duhet të harxhosh shumë kohë për ta mësuar atë bazë. Që të shkosh te pjesa e komplikuar. Më fal një sekond, më fal, Mira Muradi. Ai ishte ekselente në matematikë dhe fizikë. Dhe pastaj u integrua te pjesa e çdo lloj gjëje që të ishe. I ditë mund të ishe për LLM, mund të ishe për këtë, mund të ishe për atë. Një nga problemet sot që kush ka punu në IT në zhvillim dhe zona tjera është që zakonisht IT-ja nuk ka marrë baza shumë të forta matematike. Shpeshherë janë inxhinierët ato që fusin. Edhe me thanë modelet LLM përdorin shumë bazat matematike, probabiliteti është shumë rëndësishëm, funja fare ti ndërton disa modele pas përgjigjeve, krijon probabilitetet e veta dhe përcakton se kush është përgjigjja që ai jep. Sidomos kjo që quhet për shembull bashkëbisedimit, computer science, conversation, për shembull, computer science në vetvete si deg e veçantë është bërë pak a shumë para 40 vjetësh, një gjë e tillë. Po kanë qenë 2-3 universitete specifike që kishin këtë lloj si dege. Dhe kjo lloj dege ishte në atë kohë ishte e varur nga inxhinieria elektrike ose elektronike, electrical, se electrical përfshin edhe programimet, edhe sistemet e gjitha komplet, më kupton? Se kështu quhet në Amerikë, duke qenë që unë kam mbaruar ande dhe e di shumë mirë sistemin se si funksionon. Dhe pak a shumë duke qenë që kompjuterat erdhën dhe u avancuan, u bën më të e ke parasysh më të fuqishëm procesorat e gjithë komplet. Atëherë filloi duke u spostuar si degë e veçantë. Më kupton? Por bazat kryesore, për shembull computer organization ose digital systems. Digital system është degë e inxhinierisë elektrike, se mëson Boolean logic, që është shumë e rëndësishme. Më kupton? Po s'dite Boolean logic, s'kem bik në shtëpi, mos u merr fare me atë pjesë, më kupton? Kështu që kjo pak a shumë pastaj u spostua si degë e veçantë dhe pastaj filloi zhvillimi i madh i të gjithë softeve, se softet po ti shikosh sot janë domethënë OCI level që janë që duke filluar nga hardware-i deri tek application layer, session layers që janë ato gjithë leyerat, se kush i ma mend tani, më kupton? Application layeri tani e ke high level, më kuptoj, ke me 1 milion lejera nga mbrapa. Kështu që, po bazat janë ato. Tani Linux ka kernelin që para edhe Windows. Se pyetja ime është kjo. E them për shembull që jemi këtu në Shqipëri. Unë vi nga shëndetësia. Dhe unë shëndetësia marr edhe me kërkim farmakologji, se ka farmakologist, edhe në kërkim ekonomi shëndetësore. Ekonomi shëndetësore më merr musat në ço edhe në Bahamas, edhe në Eritre, po pata i laptopi dhe interneti e bëj diçka. Si kërkim, si dokument, sepse është gjë organizative, nuk është se. Normal. Në qoftë se unë do merr me farmakologji, unë kam nevojë për një laborator që mund të bëj 1 milion, 2 milion, 10 milion euro, varet nga protokollet që unë kam trajtimin, kavjet që duhet të kem, substancët që duhet. Nuk është easy entry level. Jo, nuk është pra. Tani te kjo gjëja, sepse ne flasim machine learning, AI, dhe duket sikur ti duhet se s'bën me shku në Amerikë apo me shku në Berlin apo ku diu me shku në Beijing, domethënë përveç një urive që tham që duhet jenë bazat e forta matematik, fizik, pra sistemi. Ajo aftësia komputacionale që duhet kesh dhe energjia që duhet vesh në dispozicion për të bërë ato modelet sado rudimentare të LLM-s.
Do të thënë, a është gjë që bëhet apo duhet me shku se s'bën me ndjek këto miliardat që ne s'kemi për t'i pas ne herë? Jo, nuk besoj që ke nevojë ndjekësh miliarda. Ne nuk kemi një gjendje, ato që ne shohim janë produktet komerciale. Po. Se më thënë, ti nuk ke mund ndërtosh një diçka që të përgjigjet për çdo gjë. Jo. Ideja është siç tentojnë produktet që ne kemi sot. Ti kur ty të duhet përdorësh inteligjencë artificiale për një specifik fush, për një grup dhënash që ti ke mbledhur për të bërë, nuk ke nevojë që të kesh gjithë këto aftësi komputacionale. Varet nga sasia dhënave që ti do. Në fund të ditës, modeli i inteligjencës artificiale që kemi ditë e sotshme është thjesht janë thjesht formulizime matematikore dhe statistikore që procesojnë të dhëna. Ose më sakt, ideja e vjetër që lindi kompjuteri, garbage in, garbage out. Po tani, garbage in ka shumë garbage, më kupton? Sepse sasia e informacionit vit për vit, apo ditë për ditë, jo vit për vit, se përshkoj shumë, po ditë për ditë është duke u rritur në formë eksponenciale. Dhe duke qenë ky lloj fenomeni i rritjes në formë eksponenciale, asnjë nga ne nuk e ka aftësinë personale apo edhe me një grup, sado grup madh të kesh, më kupton? Sikur ti mbledhësh gjithë njerëzit e botës bashk dhe të procesojnë të gjithë informacion, nuk e bëjmë dot. Është e pamundur. Pra neve kemi arritur në një farë pike sot ku disa njerëz shumë të zgjuar kanë arritur të formulizojnë disa formulizime matematikore, statistikore që i kanë marrë nga fizika, nga anë të tjera gjithmonë duke matematikore dhe që kjo gjë matematikore neve fusim garbage in, që është pafund, dhe marrim një garbage out që na duket neve inteligjente. Sepse ajo është pjesa e formulizimit matematikor që më kupton? Kështu që s'po i pengon njëri këto çuna dhe goca tu që po i vao marr me. Absolutisht jo. Ti japin forcë. Nuk ka challenger. Po mirë, po tani dhe le ti përmendim këto. Tani problemi është që ti të punosh me inteligjencë artificiale, të duhen dhënat. Absolutisht po. Si më thënë, sistemet tona kanë një lak dhënash, mbajtje keq, mos mbajtje, duhen që është dhe pjesë e jonë kjo, duhet përzjell talente, duhet trajnu talente. Tu duhet punojmë shumë me fjalë, është gjë. Dhe regulatori me fjalë është diçka. Regulatori njëherë më duket sikur punon në të kundërtën e asaj që zhvillimit, si më thënë, si ta bllokoj që ta bëj vetëm një institucion. Ne kemi fat keq që kemi një model të agjencisë kombëtare të informacionit shtetërore. Në Europë është kjo puna që në Europë ndrojmë beta. Jo, në Europë është ligje. Ne kemi dhe atë që do të ishte nga krau jonë që shpejnë në asaj që do të bëj zhurmusin tani. Jo, shumë. Ka vërtet ta timen. Jo, ti thuje dhe një fushë healthcare është shumë i rëndësishëm. Mendohen fillimet kur doli inteligjenca artificiale, mendoj që mjekët do ishte zanati i parë që do zëvendësohej ose diagnostikimi, sepse bazohet shumë në historikun e gjithë të dhënave dhe probabilitetin e diagnosës dhe gjitha komplet. Shumë mirë me fjalë. Që i bën një recap, një summary. Si më thënë, nuk është më ai mjeku vjetër me të prekur, është mjeku analizave. Shikoj, mjekësia do jetë viktima parë kësaj gjëje. Për një arsye shumë thjeshtë. Ka më një fushë tjetër që ta mbaroj. Do të them një fushë tjetër. Një fushë ku ai do kishte një moment, keni folur më shumë se unë. Okej. Lejon edhe më. Përshëndetje. Ma ju lutem përqindjen në cirkon. Një nga fushat ku për shembull ai do ishte shumë frydhonës është dhe law enforcement. Patjetër. Si më thanë, unë do kisha shumë qejf përdorimin e kësaj në fushë, në software që border, po të sigurt, zona ku duhet ndërhyret, si duhet ndërhyret ai mund të jepte një përgjigje goxha më të mirë me fjalë. Dhe
duhet pas që kujdes aty me këtë pjesën e privacy se privacy dakord, ti nuk ke nevojë me marr me privacy, ty të interesojnë modelet, modelet e si dhe modelet e numrat general, statistikat, ty s'të duhen këto gjëra me fjalë. Sepse tha nuk të duhet ti një person mund ta kategorizosh në një rrezikshmëri të saktuar duke pa historikun, zonën, ku lind, ku rrit, ku rjeton, etj. Ti mund të kesh shumë elementë tillë dhe vendimin final ja lë një personi, nuk ja lë makinës. Domethënë ajo është një diçka që ty të nxjerr një mundësi. Tani historikisht janë shumë gjëra, domethënë ne kemi prap një përsëritje ose repetet historisë. Po kupton? Tani ideja është që të themi në një gjë kështu për qef, po patjetër, po çfarë vetë bëhet llaf. Para 100 vjetësh në Amerikë kishte ece të caktuar që thonin we are looking for computers. Job opening, domethënë, vend pune i hapur, we are looking for computers. E di kush ishin computers para 100 vjetësh? Në këtu na kap gjithmonë me këto pyetje. Ku e di unë? E di ti? Ishin operatorët e alo e centraleve telefonike që ishin ato femrat apo dhe kishte edhe meshkuj. Po. Edhe ishin computers dhe ç'a bënin ato? Komputoshin. Pra quhet si më tham. Po, ato kur filluan që futën tranzistorët, jo tranzistorë, se tranzistorë shkuan po pentodat, triodat, ato lampat lura që kemi pas neve që filluan si fillim, u than, jo po do iki nga puna, jo, ato nuk ikën nga puna, një pjesë iku, më kupton, po një pjesë tjetër ngeli dhe menaxhonte atë. E njëjta gjë është edhe koncepti i AI-t sot. Shumica e AI-t do përdoret për të përmirësuar jetën e mjekut, jetën e policit, jetën e X-it, jetën e Y-it, po jo për ta zëvendësuar atë. Do jetë shumë e vështirë, për arsye sepse tani çfarë është, ka ndodhur fenomeni të gjithë, sepse është edhe psikozë, është mes histeria që quhet, histeri totale, që gjas me AI do na zëvendësoj. Tani se do I themi të vratë kjo pjesa. Jo, sa gjëra rësës. Edhe unë jam dakord që s'do zëvendësoj njerëzit, po ideja është që njerëzit duhet të mësojnë bëjnë gjëra të tjera. Absolutisht, po, nuk të themu, duhet të mësojnë gjërat bazike, si më thanë, kishte shumë njerëz që bonin patkojnë para 100 vjetësh, po s'do të thotë që ngelën pa punë të gjithë me fjalë. Jo, absolutisht po, gjëra të tjera. Po shumë gjëra pa mekanikën e makinës. Një minutë, po që se ngelen vend pa. Shumë nga ato me pat kohë ngelen jashtë pune, qofse nuk zhvillohesh, por e di pse ngelen jashtë pune? Sepse u futën makina. Po baza e asaj, baza e atij pat kohët, prap edhe sot edhe kësaj dite, makinat si maten. Nga fuqia, fuqia. Tani ajo baza është aty. Po normal është koncept. Tani ideja është ato kanë kaluar auto repair shop, ato të pakojve. Tani ato që bënin pakot për rregullojnë makinat apo X-in apo Y-in. Ajo është shumë e rëndësishme që tha Hektori edhe faktikisht unë bëra I thash mjekësia do jetë viktima parë kësaj gjëje. Jo viktim. Jo, unë ashtu e thash, po do elaboroj me një pjesë tjetër. Ose që viktim, unë quaj përfituesi para kësaj gjëje. Do elaboroj, po jo do bëj një pjesë tjetër për këtë, do elaboroj. Ideja vetëm një pyetje kisha. Po. Edhe e mbyllim. Po. Keti besim që AI mund të rregullojë ty? Ke më shumë besim tek AI apo tek unë që bjellafi jam mjek ekspert me 30-40 vite eksperiencë? Ti ke këtu mua, Hektori, dhe ke dhe AI. Ti cilë do besoje? Këtë duhet t'ja bësh pyetje çdo njeriu dhe mund t'ja bësh edhe pyetje vetes sate. Varet nga personat, një nga dilemat e mjekëve është. Ti Hektor e ke përgjigje më nga pyetjes tate, sepse nëse unë si industri marr një vendim. Ore ti individ, po lëre ti, unë si industri, nëse unë marr një vendim dhe di që pengesa ime kryesore është që ti s'ke besim të ajo gjëja që të ofroj unë, po ke besim të gjë tjetër, unë do filloj propagandën dhe ta ndryshoj menjën. Dhe mund të ndodhin shumë gjëra në këtë botë që mund të mos jenë konspirative, mund të thjesht rrjedha gjërave që ti bën njerëzit që thonë më mirë besoj AI-t
se sa një mjeku që nuk është. Okej, Ai është opinioni Opinione po që para 15 vjetësh e deri sot mjekët urrejnë pacientët cilët googlojnë për sëmundjen. normal, ajo është po normal. Edhe unë kam nata që googlojnë çmimet. Kjo është ndërtimin e tillë. Edhe unë kur i hypi një avion që Imagjino shumicën e kohës fluturon me autopilot, që ka bërë një inxhinier, normalisht edhe unë jam i bindur që ai avion do fluturojë me autopilot Tani. normal. Okej. E mbyllim. Masi jave ke pjesën tjetër. Okej. Okej. Po marrni ca sekrete se po kështu. Më rregull, okay, mbajmë Okej. në sekret. Okej. Okej. Keni detyrë në gjë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë, je mrekullueshëm. Je mrekullueshëm, shumë Unë kam faleminderit. vetëm ankesë që aktorit i dhe shumë të tepër kohë. Fitoj. Pa ai e meriton se fitoj vetë. koncepte Jo. Se cili ka meritat e veta, nuk bëhet.